Përshëndetje miq të dashur të emisionit Antipod, jem sërish në tryezën e debateve, por sot në ditën e parë të fushatës zgjedhore, ku do të bisedojmë me të ftuarit në studio, ku me mua është Arsim Berisha. Përshëndetje, mirë se erdhe. Viktor Buzhala, mirë se erdhe Viktor. Mirë se zeta. Ndërsa në anën tjetër me mua është profesor Blerim Burjani, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Dhe Visar Dili, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Mirë se dashur, kemi parë shumë situatat e ndryshme të cilat kanë ndodhur ditëve të fundit, sa i përket sigurisht zgjedhjeve të cilat po vijnë me 28 dhjetor, çfarë do të prodhojnë këto zgjedhje, çfarë presim këto ato zgjedhje, pastaj adherimet e reja dhe premtime të shumta ende pa filluar fushata zgjedhore, pa edhe kandidatët të cilët do t'i kemi në lista zgjedhore, ndërsa për gjitha këto do të bashkëbisedojmë me të ftuarit në studio. Zoti Berisha, desha ty pyes fillimisht, çfarë kemi parë ndryshime nga zgjedhjet e shkurtit në listat, apo cila është ajo freskia që kanë bërë partitë politike për zgjedhjet e 28 dhjetorit? Duke qenë antar i kryesisë së partisë Guxo, mund të them që mbi 50% është më ndryshe lista e partisë Guxo në listën e përbashkët koalicionit me vetëvendosjen. Me në shkurt kemi pas 15 kandidat, ndërsa tani kemi 12 kandidat, por me ndryshimin e emra, që i vetëm 5 deputetët aktual janë në listë, ndërsa zoti Peci është zgjedhur kryetar i Mitrovicës, i cili nuk është listë, ndërsa 8 tjerët jemi krejt emra të rinj. Listat, zoti Buzhala, sigurisht i keni po jeni edhe ju pjesë e kësaj gare për herë të parë, dhe çfarë ju shtyri që t'i futni politikës dhe garës zgjedhore? Po, shiko, tash pas një periudhë relativisht të gjatë në media, në sektorin e elektroenergjetik e kështu me radhë, po është arsyeshme, e po është si sfidë personale, që kontributin tem ta vazhdoj në politikë. Po, politika është interesante, është edhe sfiduese, është garë, do më thonë mbi të gjitha, garë cilën njeriu nuk paspari nuk e din partia ku ti e rendit sa do të fitoj, ne jemi të bindur që do të fitojmë bajagi shumë, po e dyta nuk e dim a do të na zgjedhin qytetarët mua ata se cilët qytetarët do ta kenë zgjedhjen e tyre, po duhet ta përsëris prapë, është sfidë. E para, e dyta, pa diskutim që ne jemi në vend në zhvillim ekonomik. Dhe me thonë, nuk jemi vend i varfër, nuk klasifikohemi si vend i varfër, klasifikohemi si vend në zhvillim, dhe unë dua ta shoh dhe ndroj ta shoh Kosovën si vend të zhvilluar. Është punu shumë gjatë këtyre viteve, GDP-ja Kosovës është rritur në mënyrë kontinuele, dhe unë e shoh veten si vlerë të shtuar aty që të kontriboj në këtë drejtim në mënyrë që ai kategorizimi ynë si vend i zhvilluar të ndodhë sa ma shpejt të jetë e mundër. Dhe pasi mora pjesë kohë të gjatë në media, që që ceka me heret, në panele televizive kështu me radhë, erdhi koha që vetëm të mos analizoj, po ta sfidoj edhe vetën të jap atë kontributin tem në mënyrë që të ecim përpara. Unë shpresoj kështu, ta shohim tash si do të... Qa do të ndodhë pas zgjedhjeve pastaj? A do ta keni mundësi në veprimit e jote? Si do qoftë do ta bisedojmë më vonë. Profesor, gjitha këto zhvillime, gjitha këto premtime, gjitha këto lëvizje politike, çfarë flasin? Çfarë do të ndodhë realisht me 28-in në kutinë e votimit? Por dhe a do të jetë ajo zgjidhja, jo vetëm zgjedhja, po zgjidhja e kësaj blokade, them për arsye, kem parasysh se na pret një sfidë shumë e madhe pas këtyre zgjedhjeve, edhe zgjedhja e presidentes. Po natyrisht gjendja është shumë kritike, është shumë e vështirë ajo kuptimin e zhvillimit të demokracisë. Qoftë ajo jo vetëm demokracisë si nacion, por edhe demokracisë elektorale si formë. Pra forma përcakton përmbajtjen, domthonë na kemi probleme me frymën demokratike, me vendësimin demokratik qytetar. Pastaj kena problemet e shtuara me partitë politike, ju përmendet adherimet, natyrisht politika në Kosovë kuptohet si diçka që madje është më shpreh me terma popullori bën sikur në kullos. Kur këtë kullotin ka pak në të mirë, por nuk do me thonë me ditë shumë.
po më rëndësishme qenë pjesë edhe unë e shoh më tepër si treg biznesi, jo krejt, natyrisht ka shumë fytyra profesionale që nuk hin politikë për të bërë këtë punë, por një pjesë e madhe, natyrisht është e sheh veten aty. Edhe ana tjetër kontributi kuptohet në shërbime. Mirë, po këtu politika nuk ka vetëm shërbim. Këtu është politika, është biznes, domethënë me ka shërbim, i shko ma mirë, domethënë njeri është i përkashëm si shërbim, e kryen një shërbim që tha Viktori, edhe nëse s'mundet me kryen një shërbim të mirë për qytetarin, ai veç largohet prej politikës, ai bën që është njeri i ndershëm, është i respektuar, por është njeri që ka frymë demokratike dhe çka, frymë institucionale dhe shtetërore. Kupton shtetin që nuk mundet domethënë me kontribu për ta dhe ai largohet prej asajna. Premtime normalisht fillojnë pesa dhe tutjet këtë shumë premtime, na jemi mësuar me to, fushata shumë e shkurt, prandaj gjithçka shkon shkurt. Edhe këta kolegë që hin politik, ta me qëton, nuk dhe ta kenë letë, sepse është periuda shumë e shkurt, edhe afirmimi politik edhe mediat e bojnë punën e vete, propaganda, marketingu, kush po lufton më shumë, te na politika është një luftë e vrashët midis njerëzve, jo vetëm të një lloji, po të shumë llojeve, edhe brenda një lloji ka probleme, por brenda një subjekti politik ka lloje të shumta që janë kacafyten politikisht, ose kanë konflikte, ose kanë luftë garë, se sistemi proporcional ta i detyron me luftu njëri kundër tjetrit brenda subjektit. Edhe këta nuk janë komod më, se brenda këtij sistemi ti lufton me fitu sa më shumë vende, pra me ngrit përpjekje më të qenë më bë deputet, realisht ti mas pari ki luftën me subjektin ton politik, ku i renditur, pastaj e ki me subjekte tjera politike. Pra këto na shtet din, po këta e kuptojnë ato si më ndryshe, mirë, po na si profesionistë e kuptojmë tamam që ka esencën dhe kuptimin kjo me thonë. Natyrisht do të jetë një garë shumë, unë e kam thujt dhe vazhdoj ta shuj referendum popullor, domthonë edhe pse dalja shtetare nuk ka më qenë më e njëjta, ka më qenë dalje më olte shtetare, më pra 35% i konsiderat të ketë dalje më të madhe. Mirë, po dihet edhe arsyet pse diaspora nuk është më fuqi politika që e madhe sa po këta pa, sepse u pa në shkurti tregoj shumë qartë se shpërndarja e votës ndodhte këto, ka ndodhur edhe më herët, edhe kur kam qenë pjesë e institucioneve zgjedhore, kur e marr me zgjedhje se më shumë ti ka rënë marr me zgjedhje me organizata ndërkombëtare. Do të jetë vota diasporës e njëjtë, se po zgjedhjet lokale me nacionale. Po. Kisha pas dëshirë me interferu shumë pak. Nuk e shoh politikën veç si biznes apo shërbim. Mendoj se politika është edhe mision, politika përbohet edhe për ideale. Politika në sistemin e tregut ekonomik, sistemin shtetëror është shërbim për qytetarin, por nuk ka kurrë tjetër. Jo, nuk mund të jetë veç si shërbim, apo një shërbim çfarë. Ti je shërbim, ti je shërbëtori qytetarë, se ki taksat e mia i merr për me shërbim, ti nuk je. Si çaj edhe diçka tjetër atë. Edhe po vazhdojmë me jo, nuk është nuk shihet ashtu. Domethënë, jo gabim e ki, atë ki problem me shkollimin. Jo, s'ka problem as pak me shkollimin institucional. Një parti politike llogaritet si grup i interesi, si grup i interesave të përvashta. Tash po ta shpjegoj. Organizata private e kanë një ideal dhe një mision, realizimin e një misioni. Realizimin e një misioni të caktuar. Idealet të cilën mos ne këtë nuk ti të përkthyes si një shërbim të taksave aty, domethënë çeta çesni çaj aty edhe më e parë ose shkon Viktor është citu Barcin e listës tuaj. Zoti Kurti në opozit ka thonë çdo herë, ne në pushtet jemi shërbëtor të qytetarëve. Nuk thash se politika nuk është shërbim, por na thash nuk mundna me e ngurtësu, me ngushtu deri në çat pikë. Domethënë politika varet edhe qysh për cilit kanë vështrim e sheh dhe pse hyn aty. Unë e kam fillim pse kam hy. Unë s'kam hy për veti për biznes, as nuk kam hy. Ti e kupton politikën si person, po jo si shkencë, jo si zanat, si profesion. Ti e kupton si ç'është më e kuptoj. Sikur ky që e kupton mjekësinë, unë më thon pse e kupton ti mjekësinë si humanitet. Po të dim se është humanitet, na do të më na shpjegoj pse është humanitet mjekësia. E kuptoj edhe si shkencë, edhe biledhëshën e vetëm në fakultet e kam pasur sociologji. Sociologjia më thonë që është pjesë. Sociologjia i determinon funksionin e grupimeve politike. E përkufizon domethënë, edhe merret me atë. Sistemi politik merret me atë punë po le. Po, sistemi politik tash ti e ka hyrë në mënyrën e organizimit, jo në mënyrën e përmbajtjes. Po kalojmë pa probleme tjera, si kuptante, ki probleme tjera. Vazhdo ti mund të më vonë ki probleme sa dush, po argumentoj që atë probleme. Jo ti kupton që është si individ politik, na e kuptojna si profesion. Po kalojmë pak tek zoti Dili, pastaj sigurisht se do të hapim edhe debat pasi të japim mendimin tonë fillestar. Zoti Dili, pasi u lidh te shërbimi, si e shef politikën ti?
Unë politikën si aktivist politik, unë ma shumë e shoh si aktivizëm edhe ideologji, po duke i kthy në shërbim të qytetarëve, asnjëherë duke tentu të pasurohem ose ta shoh si pjesë përbërëse të ekonomisë time personale ose shoqërore. Ne kemi një problem shumë të madh në Kosovë, përveç që nuk arrihet mu definu ose mu kuptu definicioni i politikës, ne kemi lider partijak që nuk arrin mi definu dhe mi kuptu ideologjit politike. Pra ata ndoshta cilësohen ose vetë cilësohen si të majtë ose si të djathtë, po kur vinë të premtimet elektorale, zakonisht ja huqin, pra nuk janë asnjëherë në një linjë me atë të cilën vetë deklarohen ose deklarojnë edhe me atë të cilën e premtojnë. Në të jesh politikan nuk do të thotë të jesh njeri me privilegje, sepse koha ka dëshmuar çdo herë politikanët e suksesshëm kanë qenë ata të cilët janë vënë në shërbim të qytetarëve, ata të cilët kanë punu për interesat qytetare, asnjëherë për interesat partijake dhe individuale, po zakonisht kur punon për interesat qytetare dhe interesat partijake rriten. Si dëshmi e gjallë është Albin Kurti në kohën opozitare. Si opozitar, zoti Kurti ka punu për interesat qytetare, një farforme ka mbrojt disa kauzat të cilat kanë qenë në dëm të vendit në atë kohë. Mirë po, kur e erdhin pushtet, ndodhi totalisht e kundërta, pra nuk arriti ta trashëgoj edhe në pushtet atë të cilën e kishte në opozitë. Pra, varësisht, do të kalojme të gjitha me radhë. Pikë pari, zoti Kurti ka arë si një ideolog shumë i madh, një njeri që është thirrë në bashkimin kombëtar, një njeri cili është thirrë në ideologji të majta, sociale. Unë nuk jena kaq naiv dhe kuptojmë ç'është bëhet bashkimi kombëtar, edhe ç'është nuk ka bëhet. Bashkimi kombëtar është proces. Jo, po nisëm me rend, kjo ka më parë. Ma konkret pa. Po kemi aspektin ekonomik. Kemi pas për shembull premtime gjatë kohës zoti Kurti ka qenë në opozitë duke premtuar që çmimet, kostot për qytetarët do të jenë ndoshta më të lira se sa ishin atë kohë, sot I kemi shumë më të shtrejta. Zoti Kurti mi kontrollu çmimet apo? Zoti Kurti mi kontrollu çmimet apo? Asnjëherë nuk jam për anarki, unë jam për demokraci. Keni hinë në vitave. A din që kjo qeveri e ka bërë ligjin për çmimet tavan. Edhe ligjet për çmimet tavan LDK-ja ka çuar kushtetutë, gjykata kushtetuese ka thonë në mënyrë decisive që është ndërhyrje në ekonominë e tregut. Ose në aspekt kapital, demokratik kapital. Është skandal ky. Shteti intervenon dhe vendos çmime tavan për produkte elementare një pjesë të konsiderueshme të vendeve të botës. Ndërsa intervencionizmi I shtetit në ekonomi. Cilat janë ato? Kroacia për shembull, Greqia, Unë nuk e di një shtet demokratik që intervenon shteti në ekonominë e tregut të lirë. Nuk thash në ekonominë e tregut të lirë, thash në përcaktim të çmimeve tavan për produkte elementare. Automatikisht ndërhyrje në aty ka shtetet këshyri. Domethënë ki Italinë, Greqinë, Spanjen, ki plot vende në Evropë, ki vende të Bashkimit Evropian që intervenojnë. Edhe kanë intervenu së fundmi. Ndoshta me subvencione të ndryshme. Ndoshta me subvencione edhe me ndihma të ndryshme, po jo me ndërhyrje direkte. Me disa ofertë të kërkesës. Në ekonomitë të kapitalizmit ekstrem. Jo, mas luaj me asaj terma. Ajo është bazë. Ajo do të thonë që njësi lase pase, do të thonë kur shteti vish qyrësere, nuk dikonisht se ekziston shteti atë. A mundesh me kohë dikojnë në treg mos e shet vot 4 euro, a mundesh? Jo, nuk mundesh mi. Pse s'mundesh pro? Nuk mundesh mi. Pse ti s'min tavan vove? Por mundesh mi thon ti në vot për shkak se në produktet elementare nuk ndikon shumë kërkesa oferta. A di pse? Se kërkesa është stabile, kërkesa është pak a shumë e njëjtë. Sa guxojeni të djathta apo të majtë? Po kërkesa pak a shumë është. Dëgjoj, intervenimi nëse jeni të majtë, jeni na
intervenimi në produkte elementare nuk ka të bëjë me ideologji, çfarë ka thu? Intervenimi në produkte elementare është i domosdoshëm për shkak të mbrojtjes të vendit nga krijimi i karteleve të ndryshme, me mbrojt popullatën nga privimi i të mirave elementare. Aty nuk ka kërkesë. Ti ki kërkesë për 500.000 vej për shembull, në ditë edhe ajo kërkesë është e pandryshueshme. Mund ndryshoj me disa qindra, disa mira. Ndërsa çka bojnë ta? E ke çpërdorin atë. Prandaj me çmime tavan, çka bën ti? E përcaktën fitimin, sa mund të më fitu. Sigur ka ndodhur me çmimet e naftës. Domethënë ja përcaktën fitimin ti. Çe kaç mundesh më fitu? Nuk mundesh ti produkte elementare me fitu 50%. Se përcakton mjekut fitimin, a e dim pse? A mundesh me përcaktuar mjekut sa bën kontrollin mjekësor? A mundesh? Sektorin privat, a mundesh me thonë mjekët nëse janë 35 Jo, se ti afron shërbimet mjekësore në sektor publik. I afron secili pacient mundet me marr ato. Ndërsa LDK-ja, domethënë përmes kësaj ka rri që popullatës së Kosovës mja lën çmimet të pa kontrollueshme për produkte elementare, që është thuaj LDK, ajo skandal. Ai nuk ka të bëjë me ndryshim kushtetutës, ai vendim është demokratike, është kapitalizmu. Edhe pa qenë pjesë e listës së unë jam skandalizuar kur e kam lexuar atë vendim. Domethënë intervencionizmi në shtet, në intervencionizmin në politika ekonomike, në çështje ekonomike që ndodh, që i 100 e kusur vjet na përbot, na s'pas kim drejt me bën. Shihet ti. Kjo po vol për 1922-ën. Jo, prej atëhershit ndodh intervencionizmi. Për teorinë e Leninit. Në anarki, në anarki. Amerika më intervenon në shtet në ekonomi çfarë ka thu? Kush ka intervenuar në Amerikë? Kush ka intervenuar? Çfundit e ki Barack Obama. Ka dhënë Trumpi taj në ekonomi me për Trumpin. E ki Barack Obama po jena të hinë tema, jena të deviju komplet tash. Barack Obama në kishte 700 miliard. Themi në temë dollarë ka dhënë sektorit privat për me A kështë më shumë shpërto dy fjallë për listat që kam... Po këthemi në temë, mos a qojnë. Shumë të rëndësishme... Okej, tani po këthemi për ke mos tonëm të Amerikat e ekonomisë. Po dhe në qitë në Amerika ta vetë po pysin. Kërë ta përmeni shtetin të një sërë qështu. Do të këthemi ta përmeni, argumentojve që sërë. Do të këthemi pastaj atë kjo pjesë për listat se... Do të spjegojmë edhe këtë çështjen e vendimit, tjetë më i qartë pak edhe për ata që po na shikojnë. Unë jam tepër i lumtur që partitë politike kanë arrit mi mbush listat, sepse është ka një neglizhencë goxha e madhe në për shumicën e partive sa i përket listave. Zotërit përballë neve ndoshta janë të informuar ose ndoshta s'janë të informuar, po çka është interesant për dallim prej herave tjera, këtë vetë listat unë më qytë edhe listat e analistëve, sepse televizionet kanë met pa analist në farë formë dhe shumicën e kemi në lista, kjo dëshmon edhe njëherë që analiza politike në vendin tonë nuk është e pavarur, siç edhe paraqitet, sepse e kemi të ndame. Viktori ka qenë shumë i pavarur në kuptimin e analizave, mirë po ka vendosur në një moment saktum. Unë nuk fola me përveç shumë, unë fola në të përgjithshme në sot. Kur që ka 20 mas veshi, i bën bëzë të në thojnë. Në shumicën... Mirë, kjo mendimi i zotëris, pastaj na ndihmë rolin e Viktorit e rolin ati tjetërit. Kjo është po në lista, edhe është po të kandidatë të cilët kam mbrojt subjekte të ndryshme ku i kanë marrë edhe vendet në lista. Të tash, cila është garancat e cilën ata e kanë marrë për më fut në ato lista, atëherë ajo është marrëveshje personale e individuale që mu hiç nuk më takon me diskutu. Po që kjo e dëshmon atë që unë e them zakonisht që në Kosovë mendimi i lirë në media nuk është aq i lirë sa shitet, është definitivisht merruse. Sepse këta njerëz, shumica prej atyne njerëzve që sot janë pjesë e listave, edhe ish analist, prap kanë më kësin media edhe për 4 vjetë e ardhshme. Nëse do të arrim të kemi në qeveri, do në zotit, se që shposhien shumë kena me pas problem na me po një qeveri të re, kena me pas prap këto njerëz në për televizione, edhe këta njerëz kanë me shit fiskultura politike, mi shurdu qytetarët e asë njerë mësë me thonë kur gjë. E po në vetë pjesë e listave? Unë kam qenë, po nuk kam qenë aktiv në media. E tash a je?
Tash e rikthy domethënë. Jo, s'kam qenë, tash kam fillu. Te unë dallon. Te unë kritiku veten a çka? Jo, te unë dallon. Unë nuk kam. Ti të thonë se këta s'kan mu rikthy, prandaj nuk pas ka pavarësi. Viktor, unë nuk jam analist. Ti të thonë se pas kanë mu rikthy, prandaj nuk pas ka pavarësi. Ç'shto e thënë? Jo, unë ç'shto e thënë? Ti kem shërbim. Ti kem shërbim. Ti thonë unë jam kon gar, pjesë e listave, po tash jam rikthyr në aspektin nacional. Studio televizive Në aspektin nacional. Prandaj nuk jam i pavarur. Gar lokale. S'kom gar qendrore, jes dallon hiç. Ekstrem shumë gara lokale nuk dallon pi nacionale. Partie politike. Kam qenë pjesë e listës, jo partisë, që janë dy gjëra të ndryshme. Me kam pjesën e partie, edhe pjesën e liste janë dy sene të ndryshme. Brenda një partie politike, e kanë si pavarur në diçka. Unë jam kon si aktivist brenda, si aktivist qytetar brenda një liste. Kaq. Do thonë kanë deklaruar si pavarur. Si pavarur. Shumë e thjeshtë. Unë kisha pas dëshirë me dëgju këta se këta janë kandidat për gatë, kështu që na jena dëshiroj me dëgju. Kalu pak te zoti Berisha, se u përmendën do të thotë ndryshimi i listave ato gjona dhe mos ti se po na ik edhe koha, por deshta me fokus të veçantë tek Partia Guxo, se keni keq kuptim lista Guxo, do të thotë nuk është më lista Guxo, është Partia Guxo, ta sqarojmë këtë dhe mos besim ashtu. Djathtë të majtë, çfarë ndodh brenda koalicionit, ku janë të ngatruar paralelisht e djathta me të majtën? Ashtu siç Kosovë. Programi kujt zbatohet aty? Kemi bashkëpunim në përpilimin e programit. Atë mund ta vreni edhe tash sonte kur e dëgjum edhe programin nga Albin Kurti te pjesa bashkëpunimit me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në pjesën e sigurisë, por do të flas pak për Partinë Guxo, listën prej 12 vetëve janë ish deputetët 5 për tyre që prin Donika Gërvalla, është Jeta Statoci, doktor Haxhi Abdyli, është doktoresha apo profesoresha Albena Reshitaj, është ligjeruesi Nezir Kraki, është bashkëshortja një aktivisti të vrarë të Bashkimit të Sindikatave, kryetari i Kuvendit Agim Ajrizi, Afrodita Ajrizi, është jam vetë personalisht, është një person që ka një aktivitet të lartë gjatë kohor Tafil Peci, në kulturë, në sferën e kulturës, është një ekonomist i ri, është Fatos Geci, jo për karencia, por i lashtë të dy në fond, do të një Viktor Buzhala. Jo, nuk e mendoj unë analist, unë është si ekspert ekonomik, për ekonomi edhe nuk po i tona me zotërinë ato cilësimet që i tha. Për analistat, unë mendoj që analistat i kontribuojnë edhe zhvillimit me një subjektit politik, kur aktivizohen politik, edhe ne kemi mirë prit dhe mi gëzu, po në asë një herë se kemi mendu që Zoti Buzhala ka bëhat punë për me arë në subjektin tonë. Ky është shumë i qartë, me profilin ekonomik me kontribu. Ky është shumë i qartë. Du me theksu edhe diçka. Jo me analiza politike, po me është hera me Zotin Buzhala, do të thotë po me Zotin Buzhala, kjo praktika analistëve për me ja trasu rrugën është e gjatë dhe është e kaheshme. Po. Edhe para prakisht do të thotë e kemi ditë se ku shkon, nëse ku mund me shku, nëse personi shkon politik. Nuk po mirë me individ të caktuar. Unë nuk e mendoj që ju e keni ditë ku shkon Zoti Buzhala. Jo, unë e Zoti Buzhala, unë me Zotin Buzhala që 26 vite e një si një gazetar. Unë si një gazetar dhe ekonomist shkëlqyshëm e një, do të thotë, por po flasëm në ato se çka tha Zoti Dili duke mos ju referu emra, do të thotë. Kemi pas që Armend Muja ka trasu rrugën sa kohë edhe në Unë mendoj që janë pasuri të kuvendit nëse zgjedhen. Nuk për më hoj këto, por kjo diçka që ka ndodhur. Do të flas pak edhe te pjesa ku jam e sektorit të. Para se me emru si zëvendësministri i shëndetësisë në prill të 2021-s, unë kom udhëheq që kam thënë që në kryesorët mjekësisë familjare në prezencë si kryeshefi i departamentit mjekësisë familjare për cilin jam profilizu. Nuk ka qenë insistimi im, po ka qenë oferta nga Zoti Kurti, nga zonja Vjosa Osmani, që të pranoja detyrë edhe për shkak përvojës mirë që kemi kriju për më shumë se 3 vite në QKMF-n e Prizrenit, ku janë 475 punëtorë. Dhe është një largësi e një institucioni shëndetësor që ju e preferoni për pushimet e Prevalla, dhe në Kushnin, në Kufi që janë 72 km largësi.
Kjo ka qenë arsyeja që jam këtu. Kur e kemi marrë Ministrinë e Shëndetësisë, ne kemi qenë në gjendje COVID-19, pa asnjë vaksinë, asnjë depo. Brenda një muaj e gjysmë kemi arrit me fillu me 15 qershor vaksinimin për mbrojtjen e asaj sëmundjes. Brenda 2 muajve janë dhënë mbi 500.000 vaksina. Nëse flasim për atë situatë në emergjencë, unë i shoh disa prej ato që i tha analista në televizion që e marrin me atë që shkon në institucion publik, merre qatë shërbim, aty s'ka. Kështu thot, po unë i bindër, asnjëri nuk ka shku. Në atë kohë është luftu për jetë vdekje. Duke ju falenderuar profesionistëve shëndetësor, me ato kushte që kanë qenë, është bërë një punë e madhe, jemi referent nga organizata botërore e shëndetësisë si është menaxhuar ajo për situatën e kushteve që kemi pas. Tjetra, për 2 muaj me i dhënë 500.000 vaksina dhe me funksionalizu në një pjesës e Kosovës, në faqe digjitale, për më vaksinu besoj që edhe ju e keni përdorur edhe e Kosovën, po keni kryer edhe atë mbrojtjen e juaj, kanë qenë pjesa më e rëndë e Ministrisë së Shëndetësisë, furnizimi, menaxhimi, mbrojtja. Pastaj ka qenë lufta me pjesën ekonomike që Ministria e Shëndetësisë zakonisht me këto organizata e gastronomisë ka pas telashe që kanë kërkuar më hap më shpejt për shkak zhvillimit ekonomik që edhe në shumë raste të botës ka pas mundje është dashme kriju hapësirë për zhvillim ekonomik. Pjesa e dytë që du ta përmend. Unë, kur ju mbon zëvendës ministre, ka qenë një rezonantë magnetike në Republikën e Kosovës. Dhe ajo jo funksionale. Në SHKU-k. Në SHKU-k. Vetëm në SHKU-k. Sot kur po flasim, janë 5 funksionale, jo vetëm SHKU-k, po është edhe në spitalin e përgjithshëm të 5 edhe në spitalin e Prizrenit. Pse jeni shku në Guza, pse jeni lisën Guza, se jeni vetë vendosim. Jo, mos dolën për Jo, do ta kthej. Unë kam qenë 2 mandate, unë kam qenë 2 mandate, Doktor Veçpak të 2 mandate ata i kryesis degës LDK-s në Prizren. Po. Veçpak, është për çdo lavdot ajo që thatë, do të thotë që keni arrit me menaxhu, do të thotë në atë periudhë kohore shumë vështirë, situatë që ka qenë. Po pse tash po mungojnë shumicën e rasteve disa borna esenciale në këtë kohë ku s'ka krizë, nuk ka pandemi, nuk ka Manuel, asnjë rrezik. Thjesht më konkret, cilat produkte? Po kim pas rast ku s'ka pas insulinë shembull. Jo, e ke gabim. Edhe ma dokumentoj. Na kemi pas rastin në media, do të thotë që kanë dalë pacientë. Mirë, unë po ta dokumentoj të kundërtën. Kur ju marrën zëvendës ministër, vetë deklaratat kanë qenë, do të thotë që në procedurat të ndërimit bora ndryshme. Ka qenë kur ju mbon zëvendës ministër, kanë qenë të shënuar mbi 25.000 persona që marrin insulinën. Tu qenë në profesionist shëndetësor, në analizën tonë e shohim që një numër tepër i madh për këtë popullat sepse nuk mund përshtatet kjo shifër me numrin e popullatës këtë problem të insulinës. Aktualisht janë mbi 15.000 persona që marrin insulinë, por ka 2 vite, për këta më bëj përgjegjësi edhe para jush, nuk ekziston më problemi i furnizimit, është digitalizu. Nuk ekziston. Insulina nuk mungon në institucionet publike. Absolutisht jo. Po thëmë sot, po gjatë kësaj periudhe kohore ka pas mundjes. Unë jam 2021 në prill, sot po flasim fund 2025. Ndërsa unë po them 2023, 24, 25 nuk ekziston ky problem. Me bindje të plot. Kohën kur e kemi marrë, ka qenë një problem i kaluar e problemeve të operatorëve ekonomik që e kanë qenë në SHP për interesat veta dhe është të zgjat një proces ku ne e kemi ble me procedura emergjente. Por problemi me insulina nuk ekziston dhe më vjen mirë shumë që pacientët menaxhojnë mirë këtë problem. A ka probleme tjera me borna esenciale? Me listën esenciale, këtë vetë ne kemi filluar me ligjin e çmimit borna. Pa kishte problem para 6 muaje kur do. Tek cila, nëse e keni për hemodializën. Po. Mirë. Cilën ditë kanë met pacient pa çat shërbim? Nuk po thomën e cilën ditë kanë me, do në thotë, por problemet ju i keni shfaq vetë se kanë qenë problemet të tenderimit. Ne kemi shfaq të operatorëve ekonomik që konkurrojnë interesat e tyre, vonojnë një proces. Po ajo që është e rëndësishme, si institucione... Po mirë mos sharu, se unë nuk po thomë me doja mos që është e tillë, pas jeni këto mirë se... Edhe unë atë, edhe për atë punë jam me thonë këto. Ne asë një ditë, ne asë një rrethon, ne asë një sekund nuk ju ka rreziku shfrytëzimi atij shërbimit.
biles për më tepër, do ta them edhe një diçka që ndoshta zotërit nuk e din. Ne japim shërbime shëndetësore me dializë edhe për banorët e Kukësit, Hasit edhe të Berancit. Edhe Gjakov, mos ti bësh zoti Dili pa diçka lidhje me shëndetësinë. Zëvendës Ministrit të Shëndetësisë, që për mua janë shumë të rëndësishme. Unë vi si me profesionin psikologjisë. Edhe në aspektin e shëndetit mendor në Kosovë, thuaj se nuk është bë asgjë. Sidomos në këto 4 vitet e fundit. Si kandidat për deputet e ardhshëm, nëse lëvizja vetëvendosje merr pushtetin, se tash po thëna kështu lëvizja vetëvendosje se në umbrellën e ty neni, besoj që do ta keni prapë një funksion të tillë. Çfarë do të bëni për shëndetin mendor në ne, edhe çka është u bë me sigurimin shëndetësor? Mirë, para që tha nuk është bërë për gjë, nuk është e vërtetë. Te 2 vitet e kaluam kemi dhënë për të gjitha organizatat që e mbrojnë shëndetin mendor, i kemi përkra për mënyrat e reagimit, ndihmesën që e bojnë në trajnime, në vetëdijsim, edukim të pacientëve apo qytetarëve për të mbrojtur nga ato dekurit negative që lidhen me shëndetin mendor. Mos harroni, kur e kalon një pacient, po që tash po shumica janë të afërta me pushtetin. Ja, gabim i ke. Unë nuk e di për cilat janë të afërta, po ata profesionistë kanë vazhduar labirinti me kono. Se e njëjti është furnizuar vazhdimisht për Ministrinë e Shëndetësisë. Një labirint që tingëllon që është i pavarur. Atë jeta, është edhe një organizatë tjetër jeta, që kujdeset edhe për personat me probleme onkologjike. Po ju vim bashkë këto në mend që zakonisht njihen që të parafërta me profesionist i fushës dhe edhe vinë po thonë në përgjithësi. E kam edhe kështu të veçanta të mbrojtjen, po përmend një gjë të bukur. Ne jemi vendi i parë në rajon me shifër më të lartë të mbrojtjes me vaksinim nga kalendari i rregullt. Ne kemi ofruar 3 vaksina plus me pneumokok, për mbrojtjen e kancerit të mitrës dhe HPV, qafës mitrës dhe në rubeull. Nuk e kanë gjitha shtetet e rajonit. Po vlerësimin që e kemi për mbrojtje është mbi 92% popullatës. Vetëmi problem ka me te komunitetet e marginalizuar. Kjo është sukses, cilin e vlerëson edhe organizata botërore e shëndetësisë. Tjetra, 24 milion ka qenë buxheti kur ju mbohen qëtë pozicion. Sot e kemi mbi 60 milion. Ne kemi synim që brenda gjysmës mandatit me shku 100 milion. Ndërsa tek plotësim ndryshimi i ligjit për sigurimin shëndetësor, opozita ka dërguar në gjykatë kushtetuese. Ne kemi aprovuar një strategji sektoriale shëndetësisë. Ne kemi rrit pagat e punëtorëve shëndetësor. Unë kur kam marrë këtë pozitë, e kam pas pagën 649 euro. 649 euro si specialist. Kolegët e mi, minimalisht e marrën 1500 euro pa kujdestari, pa ato orët shtesë. Kjo është sa do pak me kthy dinitetin edhe punës që e bojnë ata. Kur janë angazhuar gjatë një viti më shumë për luftën kundër Covid, shkakton një burnout. Unë mendoj që institucionet publike. Në 4 vjet e ardhshme, nëse ju do keni pushtet për shëndetin mendor. Në institucionet e kujdesit parësor, bashkë për këtë temë, ne kemi aprovuar përmes strategjisë për ndërhyrje në zhvillimin e hershëm të fëmijërisë që shkon me rekrutu edhe staf psikolog në kujdesin parësor shëndetësor. Çdo 33.000 banor do të ketë rekrutum në kujdesin parësor, do të ketë logoped për problemet e përdorimit të rrjeteve sociale, do të ketë fizioterapeut, do të ketë edhe punëtor social për dhunin që shkaktohet në familje, e për të mos i vendosur në një situatë keqe profesionistin shëndetësor të fushës, do të merret punëtori social. E tjetra, në kujdesin parësor shëndetësor, 2023 ne kemi rekrutuar plus 299 punëtor shëndetësor mbas nevojave të komunave. Organizata botërore e shëndetësisë thotë largësia në institucionit nuk duhet të jetë mbi 5 kilometra. Ne kemi arrit atë. Kujdesin parësor shëndetësor. Këto është shumë shkurt. Sigurimi shëndetësor, dështoj edhe shishi, domethënë shërbimi informativ shëndetësor, janë 2 situata të cilët ballafaqohemi për vite, për 20 vjet. Për shembull, shumë shkurt doktor, veç nëse mundesh disa fjalë, çka mendoni, a mundesh ti me kontribu diçka, a vetë është aty ke atë shkozoni me fjalë. Jo, realisht kjo që bëm tu, a pyetesh unë jam përgjegjës me kompetencë plot kujdesin parësor, ku është funksional bezekisi. Ti hin partia i ka programin vet politikat e veta. Po edhe për ato po flas. Kimë gjet vetën ta. Atëherë, projekti im personal. E njëjta pyetje për projekti im personal. Sa kimë gjet vetën ti në ekonomi. Projekti im personal është për zgjedhja e mjekut familjar. Shpresoj që e keni aplikuar në Kosovë ku jetoni.
nuk e ka gjetë rrugën shpejt brenda një vitit, sepse s'ka pas bashkëpunim për kryetarëve të komunave. Jo të gjithë, për jashtim 3 komunave. Besik Hisi funksionon në shumicën e pjesëve të kujdesit parësor në institucionet e qendrat kryesore të mjekësisë familjare, që më thës që është vegë e sistemit të informimit shëndetësor. Ne presim me integru recetën elektronike, duke implementu këtë ligjin për çmimin e barnave, e zonat janë digitalizuar, nëse keni pa njoftimin e fundit Ministrisë Shëndetësisë që 2 javë nuk bëhet më me letra deklarimi e çmimeve, po përmes pjesës digjitale, i cili integrohet me barnatar. Pacienti kur shkon në institucion shëndetësor, ka me marrë qatë recet, përmes letrën njoftimit apo të zonat një karteles, shkon barnatore ka unike, furnizohet dhe ajo rimbursohet përmes fondit të sigurimeve A ka shish, as ka brenda 4 vjetë të ashme, a ka sigurim shëndetësor ajo? Unë jam thelli bindur në mesin e mandatit. Çka po na intereson në mesin e mandatit, po qytetarëve. Në mesin e mandatit unë jam thelli bindur që do të filloj me pakun bazë. Ku janë shërbimet bazë Sigurimi shëndetësor po. Mes mandatit. Okej. Kisha kalu pak të zoti Viktori. Po, Zola. sot Albin Kurti, kryeministri në detyrë dhe i mandatuar nga vetëvendosja, i përzgjedhur nga vetëvendosja për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme, bëni e paraqiti edhe programin për ekonomi. Dhe pa diskutim që unë në atë program e gjej vete. Sigurisht që aty, në bazë të atij programi, do të mbështetet fuqishëm sektori privat, do të jenë ucekën, domethënë do të jenë 1 miliard euro që do të jenë garantues, do të përdoren si hipotekë për kreditë bizneseve, cilat në mënyrë automatike ja lejojnë qasjen në pare, në cash bizneseve, sepse kemi mungesë keshi dhe bizneset tona ballafaqohen me mungesë të tillë, pra do të kenë qasje shumë më të lehtë. Bizneset tona do të zhvillohen. Është një fond tjetër i bizneseve nga diaspora. A do të përkrahni mbështetjen në VMT, do të merrni në VMT, apo do të merrni me programin e majt për shpejtimin e ekonomisë së vogël që e quajmë. Se ju jeni hinë në parti të përbashkët që janë do të majtë të ju jeni djathtë. Aty jam ka dalë. Pa diskutim që mbështetja direkte nuk do të përkrahen vetëm në VMT. Pa diskutim që do të përkrahen të gjitha llojet e biznesit. Domethënë që vetëm ka me përkrah biznesin e lartë, a është partia e majtë, ç'të po thonë? Qysh biznesin e lartë. Tash të gjitha llojet e bizneseve. Të gjitha llojet e bizneseve. Milionerat shqip. Pa diskutim milionerat. Tash biznesi i madh është biznesi i madh, biznesi i vogël është biznesi i vogël dhe mbi 9% të bizneseve në Kosovë janë në VM. Kështu që pa diskutim që fokusi jo i Kosovës, po i secilës ekonomi të botës është aty. A mund të shtim me Bim Albinin që me moj tonën me i shpëtu ekonominë e vogël dhe klasën e mesme me shpëtu për i krizës, për i varfrisë? Po çfarë varfri o Blerin? S'ka hiç, ha? E para, do të thonë 4-5 euro në 30 copa vu. E para sektorin e bujqësisë ka pas. E para paga minimale në këtë vend është u bo 500 euro. Para 5 vjetëve ka qenë ekskluzivitet paga 500 euro. Sot A mund të shme detyru sektorin privat me thonë që 500 euro kemi pagu ju? Po, mund ta detyrosh, pa diskutim që mund ta detyrosh, mirëqenia në këtë vend po rritet, do të thonë pensionet janë rritet dhe do të vazhdojnë të rriten. Cili pension? Pensioni baza, pensionet e tjera të dalura nga puna, por cilin pension po voli? Shiko, mas pari pensioni bazë rritet. Pastaj ata që s'kan punu kur, 120 euro ka mu rrit, sa ka mu bo? Në Kosovë 150 është tash, 150 është bo realisht. Pa diskutim, jo, prej mujt kalum madje. Jo, prej mujt kalum është rrit. Prej mujt kalum është rrit. Pra, po flasim për rritje substanciale për 4 vjetë prej 90-ve ke qu 150. Pagën minimale 170 euro, a disa vjetë ka ne 170 euro, së është prej hiç. 170 për moshat mbi 35 vjetë, se dhe në 35 vjetë e ke pas 130. Do më thonë, po flasim për trefishim, e ma tepër si trefishim, për 4 vjetë. Kjo është tregues i mirëqenjes. Qarkullimi i gjithëmbashëm i bizneseve, i qatyre në vëmëjve, i bizneset të moja, të vogla, krejt, ka qenë dikun 12
1.5 miliard euro në 2021, sot kam rrim mbi 23 miliard euro. Po flasim për rritje 80% në rritje të 11% janë pa punë në Kosovë që shtuhet statistikat zyrtare të kësaj qeverie. Shiko, aty esenciale është qysh matet papunësia. Papunësia gjithmonë në botë. Matet në bazë të numrit që kërkojnë punë dhe nuk mund të gjejnë punë. Do më thonë, ne e enkurajojmë se cilin që nuk ka punë, duhet të shkoj të regjistrohet në endin social dhe të kërkoj punë. Në endin për punë, se jo end social, në qendër për punë. Tash ato ende sociale llogaj. Dhe të shkojnë në mënyrë që fuqizu qendrat e punësimit, po thua. Po. Okej. Normal që duhet të fuqizohen qendrat e punësimit, normal po flasim për një sistem social i cili po avancon, mirë po ai po derivon. Domethënë, çështja sociale është ka zbutet pikërisht nga bizneset, nga qarkullimi i bizneseve, sepse prej 430.000 pagave që merren në Kosovë, që është zyrtarisht, domethënë, prej tyre 350.000 jepen nga biznesi, nga sektori privat, pjesa më e madhe realisht. Pra, po flasim që shtylla kurrizore, ne jemi ekonomia e tregut, ne jemi ekonomia e hapur dhe shtylla kurrizore vazhdon të jetë sektori privat. Edhe çaj sektor është ka e zbutë çështjen sociale në Kosovë. Dhe po janë kriju politikat e tilla, inkurajuese, kemi rritje, imagjino rritja e qarkullimit bizneseve çdo 4 vjet është 80%. Ndërsa nëse flasim, inflacioni është 20 diçka %, po është inflacion që është global. Nuk është vetëm inflacioni i Kosovës. Po neve na godet më shumë. Të bëni në kuadër të këtyre rritjeve, çmimeve që kemi çdo ditë me këto pagat e vogla, se sado që ju krenoheni me pagën minimale prej 500 eurove. Po ç'është është më minimale, trefishim është. Paga minimale për 4 vjet. Trefishim në numër, por në vlerë sot nuk është e barabartë me 500 euro siç e mori ty shembull para disa viteve. Po është trefishimi o 300%, okej, as prit 28% inflacionin edhe aty vjen. Çka po më intereson mua është çka do të bëni ju si deputet ose qeveria e ardhshme këtë problematikën kryesore që është rritja e çmimeve, pagat e vogla të qytetarëve. E para edhe kryeministri se shporta e qytetarëve nuk është më njëjtë, dhe ju jetoni në Kosovë, dini saktësisht. Është në program kryeministri Eceku, kryeministri Kurti në detyrë, për më shumë korrekt. Eceku që do të bëhet do të iniciohet nga qeveria projektlizi i ri për çmimet elementare tavan, i cili do të shkoj në kuvend dhe do duhet të miratohej në mënyrë që çmimet tavan për produkte elementare të mos ndikohen nga tekat e tregtarëve, disa tregtarëve, jo të gjithë, disa tregtarëve të papërgjegjshëm. Çka nëse prapë çmimi tavan nuk kalon? Do duhet kaloj pasi që do duhet të kalonte, ne nuk mund të parashikojmë tash në blokada, në secilën blokadë. Çka nëse kemi u bllokuar këtu, çka nëse kemi bllokuar këtu. Edhe opozita pavarësisht se do të jetë opozita e ardhshme, duhet të luajë rol konstruktiv në këtë rast. Se bëhet fjalë për mirëqenien direkte të qytetarëve. Çish me luajë rol konstruktiv kur është antikushtetuese diçka? Jo, kur po thua, nuk mund të bëhen by default për antikushtetuese. Po, bërfnu, paga minimale 500. Ka shtesat fëmijëve në ato familje, ka programe super puna, po gjitha janë bashkë që ndikojnë rritjen e të ardhurave, ti po thua u varfënu. Shiko, bile që për informacion një premtim elektoral, do t'jetë që ky 30 eshi për një fëmijë, apo 45 eshi për 3 fëmijë, do të dyfishohet gjatë i mandatit. Kur i ke 3 fëmijë, do të thonë se 45. Mirë, tjetra më thonë, të zyrtarët publik, zakonisht në fund vitit do të marrë rrugën e 13, kësa herë do të marrin fillim vitit. Për zyrtarët publik. Mirë. Pikura më marrë atë rrugë 13, për qytetarëve. Jo, për qytetarëve. Ordinere, prej atyne mirë, jo, kërkoni shërbime prej shërbisëve publik. Kjo është shumë e diskutueshme, po. Jo, shumë e diskutueshme. Mirë, për juve po. Kjo është premtim elektoral, jo për ato tha. Ju jeni të djathtë, ju s'japni parë kot. Jo. Ju s'japni parë. Shiko. E djathta edhe majta nuk vinë në konsiderat kur bëhet fjalë për çështje elementare sociale, për mirëqenien elementare. Nuk mundna të fol për djathtat në këtë rast. Pa diskutim që nuk mundna. Okej, kur të rritet mirëqenia sociale, e rëndësishme është që çajo mirëqenie në shumicën e kohës, unë e argumentova edhe më herët, po derivon nga rritja e bizneseve.
nga rritja e qarkullimit bizneseve. Kjo është shumë e rëndësishme. Dolëm pak edhe tek rritja e energjisë elektrike, rritja e arrimës. Jam lotë të folën për energji elektrike. Po se është një temë që është duke u diskutuar ko me ko, ka pas rritje ndryshme, ko pas kohë. Pa shikot. Vetëm këtë qeveri do në thotë është çmimet pavarësisht rritjes së fundit që është determinuar nga çmimet e importit, çmimet e energjisë elektrike në Kosovë, sipas Eurostatit, vazhdojnë më konë më të lirat në Evropë. Po për shkak standardit të ulët edhe duhet me konë. Po standardi i ulët nuk është më standardi i para 4-5 vjetëve kur thëshim që na jena shumë larg rajonit, mo nuk jena shumë larg rajonit. Jemi tu afruar rajonit, fatmirësisht. Vitin e kaluar ka qenë rritja më e madhe. Vitin e kaluar ka qenë rritja më e madhe ekonomike në Ballkan, në Kosovë. Si vjet është njëjtë, vitin e ardhshëm sipas Bankës Botërore, po flas më konë njëjtë. Që në kupton, ai gepi i zhvillimit ndërmjet nesh edhe vendet të rajonit është u ngushtu edhe shumë shpejt kena na me kaluar në shtet si është Maqedonia. Çka ka ndryshuar te unë, në xhep temin, jetën e përditshme teme kjo rritje ekonomike. Ja ka dhënë shteti mundësinë subvencione. Cili janë ndryshimit te unë, çka ka ndryshuar? Personalisht unë si njëri, si një qytetar. Jo, po ka shumë si unë qytetar. Ka shumë qytetar si unë, po unë po flas në praktik. Unë po përjetoj shumë rënd se te unë paga një, ndërsa çmimet janë 3 fishu, 4 fishu. Shiko, çka ka në verdite unë që rritja ekonomike e shtetit. Nuk janë 3-4 fishu. Ja, janë 3-4 fishu. Përmeni edhe rritja, inflacioni kumulativ është 28%. Çdo ditë gjanat që 4 vjet. Kjo në kupton, çore, inflacioni prej 2% në vit në ekonomi, llogaritet inflacioni i shëndetshëm. Domethënë i shëndetshëm për ekonominë. Është normale me pas inflacion 2% në vit. Edhe borxhi publik është i vogël, më i vogël në rajon. Publik është fakt që është i vogël. Domethënë inflacioni ndodh, është proces i pandajshëm, e sidomos kur ka rritje ekonomike, bakshishi i inflacionit është më i madh. Domethënë pasi që për një numër të caktuar të mira materiale ka më shumë parë në dispozicion kur ka rritje ekonomike dhe si rrjedhoi tregtar tregohen shkat edhe i rrisin pak ato çmime. Përqind rritja e energjisë elektrike, çu do të reflekton te shtetarët? Ashtu këto ditë është 17% do të rritet atë çmimi për rrugën. Nuk kisha mujt me paraqykuar këtë drejtim, me diet, domethënë. Po janë statistikat që po dalin nëpër media, do të ketë rritje. Për këtë çështje duhet me pyet Zarrejën, nuk më me paraqykuar. Zarreja është institucion i pavarur që jep përgjegjësi kuvendit të Kosovës. Po kalon pjesën tjetër. Mendoni që po Zarreja realisht di funksionin e Zarreja realisht i cakton çmimet Zarreja për kujdeset që ti caktoj çmimet më të ulta të mundshme. Nuk i bajtu me çmimet avar. Kish mi kalu pak në pjesën tjetër, është mi fund pjesën politike tek Guxo, partia Guxo dhe rrugovizmi brenda saj. Shkollja e Rrugovës Lidhje Demokratike të Kosovës, çfarë do të thotë? Kush është frymë rrugoviane këtu dhe kush po e marr frymën rrugoviane? Për mua asgjë. Absolutisht ai ka shku, ka ardhur dhe vazhdimisht ka qenë, ka pas edhe motrën aty që e ka votuar edhe presidenti Thaçi, biles edhe i ka pranuar edhe do Lula, edhe më ka ardhur keq shumë. Unë kam qenë vetë aktivist i LDK-s, edhe parimisht edhe Ibrahim Rugova ka insistuar që PDK-ja në udhëheqjen e Thaçit mos jetë ai barci kryesor i institucioneve. Ka dëshmu koha deri tani që në disa raste interesat personale zoti Thaçi i ka vendosur përpara interesit përgjithshëm të Kosovës. A sjell frym rrugoviste Rugova në Po nuk mund të sjell frym aty në kur ke edhe persona brenda atij subjekti tash në atë listën e përbashkët që Ibrahim Rugova s'kish mujt me i mendu hiç. Absolutisht është prania një 2-3 antarëve që mund të jetë si personalitetet veçanta në hapësirat e veta ku jetojnë, ku punojnë, po qenërit në një listë përbashkët LDK-s. Emanuel, dy parti që thirrën në rrugovizëm, që njëra madje ka qenë partner afatgjatë i Rrugovës në mënyrë të vazhdueshme, përkatësisht partia Guxo dhe partia shqiptare demokristane e Kosovës nuk janë në LDK, ato janë në listën e lëvizjes vetëvendosje, që është tregues i qartë
orientimit dhe treguesi qartë ku është rrugovizmi. Të më thonë, nuk mundet me një u kërgo, më thonë... Është rrugovizmin, lëvizjeve të vendosjes? Pa diskutim... Lëvizjeve të vendosjes. Jo, partin Guxo. A jeni jo rrugovist? Po, se veç mos... Okej, do mund ti edhe ma herët kështë qenë pjesë e LDK-s, apo i ta kam frymës LDK-s? Jo, nuk kam qenë asë Falë të se të juan vetëm prej senave të tjera, për nuk e di ma je rrugovist. Jo, rrugovist jam konë tonë jetën teme, edhe vazhdoj më konë, po nuk jam konë pjesë e LDK-s asë njëherë. S'kam pas, atër jam konë gazetar edhe s'kam pas mundësi me konë. Kundërta politike, Zoti Rogova dhe Albin Kurti, të cilët asnjëherë nuk kanë pas... Historikisht? Po, do me thonë prej vitit 99 dhe tutje Ai shumë shpesh thotë më pëlqen ajo thënia e Ibrahim Rrugovës, asnjëherë. Thënia e Ibrahim Rrugovës që pavarësia e Kosovës është konsensus. Djeg flamura Dardan. Kush i ka djeg? Lëvizja vetëvendosje, aktivistët shumë gabim. Po nuk kanë pjesë pjesë. Flamuri Dardan nuk e ka djeg aktivistët e lëvizjes. Patjetër që po. Jo, kanë emën mbi emën ata që e kanë kemi shkull edhe kemi djeg. Po po zotni po. Jo, edhe ju keni marrë pjesë në djegja. Edhe ju keni marrë pjesë në djegje. Jam kanë pjesë aktive e lëvizjes vetëvendosje dhe e keni djeg flamur. Atëherë më dole që ju vetëm në pjesë shikoj, kanë emën mbi emën ata që kanë djeg flamurin Dardan. Aktive e lëvizjes vetëvendosje dhe organizime. Ai flamuri Dardan porrin goxha bukur tek firma e Vula. Është shumë interesant për një pjesë të madhe, s'po unë kam bën një analizë të tillë, ish aktivistëve LDK-s ose përkrahësve të LDK-s të etur për të pas një person ku munden më mbështet, sikur në të kalumen që ka qenë Ibrahim Rugova dhe në të tashmen është Albin Kurti, vazhdojnë të vrapojnë vetëm pas një personit dhe asnjëherë pas programeve politike ose ideologjive politike. E tha më herët, një djathtë që kalon me një të majtë në koalicion ose një bashkëpunim, vëllazërohet, do të thonë në një votë normale, në Gjermani. Pak. Kush është e majtë dhe kush është e djathtë? Gjermani, gjitha kanë qenë edhe bashkë. Jo, shumë pak kanë qenë. Po shumë pak e tek pak. Shumë pak kanë qenë, ne kemi... Po mirë, ajo shteti zhvilluar kanë qenë të thunë nuk janë. Kaloj, se llogaritet se e majtë, e qendrës së majtë dhe AFD-ja nuk ka tragjike me bashkëpunim me lëvizjen. Jo, nuk thashun që është tragjike, po nuk mundi më thirr në rrugovizëm, nuk mundi më thirr në rrugovizëm përderisa një ndër kundërshtarët politik më të mëdhenj të Ibrahim Rrugovës ka qenë Zoti Kurti. Kënë e kitë pranishëm partinë Guxo prej njerëzve që kanë kontribuar në kohën e Ibrahim Rrugovës? Mas pari... Vjosën? Jo. Shumë periudhë shkurtë. Vjosa o president, o politikë. Shumë periudhë shkurtë kohore maro Albin Kurti dhe Ibrahim Rrugovës më kanë Rrugovën një thonë aktivist maj... Shiko, unë atë sa kom lexu, atë sa kom pasur në atë periudhë normal që mosha eme... Vetëvendosja është themelu në 2005 nëse s'gaboj, Ibrahim Rrugova ka vdek në shkurt 2006. Po veç që në ata njerëz të koni, se koni ka qenë organizatë aktive në atë periudhë. Tash, shiko, po flasim për organizatë politike. Lëvizja vetëvendosje deri në 2010 s'ka qenë organizatë politike, ka qenë çfarë sinjali Zoti Bozhala vizita e presidentes tek Zoti Peci. A është ndonjë sinjal që po kthehet Vjosa te Guxo apo ishte vizitë si presidenti? Se është komentuar në forma të ndryshme. Vjosa Osmani ka bo vizita të zgjedhjeve kryetarëve të tjerë. Do thonë këtë mandat se kom po me Dragash ka qenë. Ka qenë një vizitë normale. Kryetari komunën Dragash. Edhe është diçka llogarini edhe miqësisht se kemi pasur bashkë. Presidentja boni qartë, tha unë kam shkuar në komunën time, në komunën ku është lindë. Njëherë duhet më dhënë mandatin e dytë. Është normale. Mandatin e dytë. A është partia Guxo e cila po insiston për më dhënë mandatin e dytë? Nuk insistojmë. Janë rrethana që do të krijohen për të vazhduar mandatin. A mbështetni ju Vjosa Osmanin për president? Nëse unë do të jem deputet me dëshirë natyrisht. Natyrisht. Tash shiko, duhet më kshyrë rrethana. Zbutje tensione rrethana që do të jenë tek. Ne jemi pranë një procesi zgjedhori që nuk ka përfunduar ende, edhe normal që ai proces zgjedhor që kulmon në 28 dhjetor do të prodhojë një rezultat.
dhe në bazë të atij rezultati atëherë do të veprohet tutje. Po kalojmë te pjesa fundit të diasporas, e përket votave të diasporas 28 u diskutuar shumë gjatë, cila do të jetë 23, 28 pavarësisht asaj, thuaj se të dy dotat janë që diaspora vetëm do të jetë në Kosovë, për 28 që natyrisht më i përshtatëm mes Krishtlindja dhe Vitit të Ri. Në zgjedhjet lokale, do të thotë, diaspora e votoi Lidhjen Demokratike të Kosovës si parti e parë. Ndërsa në zgjedhjet nacionale numri i regjistruar është pothuajse aq i njëjtë dhe gjithashtu kemi një pjesëmarrje të madhe të diasporës e cila do të vjen për festat e fundvitit dhe do t'i vizitoj vendlindjen të afërmit e tyre, siç ndodh çdo vit. Pikërisht në këtë datë kemi edhe zgjedhjet. Çfarë pritet kësaj radhe? Zoti Borjani më herët e tha se nuk është më diaspora që ka qenë. Cila është diaspora dhe cila do të jetë diaspora në zgjedhjet e 28 dhjetorit? Duhet me theksuat atë që ka thënë vetë partitë opozitare që e kanë kërku duke mos dëshiru të jenë pranishëm fizikisht mërgata jo në Kosovë për të votu me 28-in, kanë kërku datën 21, me ngull. Pa qka se pastaj thonë hadja dhe në kam nisi si duhet. Jo, ta kanë pranu edhe 28-in e kanë pranu. Jo, kanë pranu sepse kanë qenë edhe para një aktit krym, sepse në diskrecion presidentës është me vendos datën edhe kohën që KQZ-s mi adhon mundësin me u përgadit sa më mirë që ato zgjedhjet janë ferë. Kjo ka qenë arsyetimi politik i presidentes që duhet me Unë mendoj që ka qenë kohë më shumë edhe pse KQZ-ja reflekton në 35 përkatësisht 39 cana variantat i organizacionit. Cana variantat. Unë nuk pajtona me vlerimin që diaspora ka vote polarizuar. Realisht shumica e diasporës vazhdojnë me e votu lëvizjen vetëvendosje. Në zgjedhjet e fundit nacionale, nëse s'gaboj, ka qenë mbi 50% vota e diasporës, ka qenë është fakt që ka qenë 25% dikun vota LDK-s, mirë po është vote panatyrshme. Sepse është vot dukshëm mbi votën që është marrë brenda Kosovës. Domethënë LDK e ka rrit për 2 deputet. Ka qenë afër ta merr deputetin e 19, mirë po në fund me vota diasporës ka shku 20 deputet, mirë po ka dyshime për keqpërdorime të votës. Kishin verifikuar ato dyshime asnjëherë. Po nuk janë hetu hiç. Realisht do desh mu hetu e nuk janë hetu sepse dyshimet dhe akuzat dhe akuzat nuk kanë lind prej meje, por kanë lind prej vet Arben Gashit që në fund u bë deputet i LDK-s. Pra, po flasim për dyshime nga vetë brenda subjektit, po duhet më jetuaj. Ka fillu prej Abdullah Hotin. Nëse mbyllet procesi zgjedhor i tillë, mbyllet do të thotë s'ka keqpërdorime, atë nuk mundna me aludu nëse ka pas keqpërdorime. Nas mund me aludu, po brenda vetë subjektit LDK-s. Nëse ato vota brenda subjektit, po çka kanë dëmtuar ato vota subjektin tjetër nëse ka pasur brenda subjektit. Po jo, e kanë kriju një data 28 verifikojmë saktë numrin e Mirë, zoti fakt interesant që po besoj ndoshta panelistët nuk e kanë llogarit shumë që mbi 70.000 me gjimtar 70.000 janë regjistruar për të votuar nga diaspora. Shumica prej tyre kanë me hor në Kosovë. Edhe prap kanë me tentu, kanë me tentu me votu edhe këtu. Këtu nuk kanë me gjetë veten në lista. Unë përveç, po nuk mundet me votu nëse është i regjistruar me rregull. Ja. Deja votat kanë ata që janë shtetas Kosovës janë pjesë e listës. Na kena listën 2.2 milion, domthonë për te e kena se votat e diasporës kanë rri sot, njerëzit kanë votuar, janë të votuar. Ai procesu. Ata votojnë me postë, kur vjen voton sot i kanë votat tavolinë, sot votojnë ata. Okej, se pas na marr informacion gabim, vetëm Australia, Amerika do të thotë shkojnë me një ditë ose 2 ditë. Ja, një minutë shkojnë mas datës 20. Ja, ka përfunduar votimin diasporë. Okej, atë kur ke falë minutë shkojnë mas datës 20. Si informacion e kom pasur shkojnë mas datës. Sot janë votuar se kam fakte sa persona që na komunikojnë. Se këta ditë më mirë se ju dërgojnë zgjidhje. Ka nis votimi. Unë pas informacion që shkojnë mas datës. Jo, thotë që
ulja Një me pjesë të madhe vogël, kanë marrë me lip vetën në lista dhëna Dhe dje, që vite fundit janë dje kanë 350.000 veta kanë ardhur prej datës 21-24 edhe vitit kaluar edhe 2023. Sa kanë ardhur, ball po. Mbi 340.000 njerëz. Po ti kanë kret me kasirosht, Shiko. me bo këtë vota ti. Po e nisim prej vetit. Sa ka qenë në 18 vjeç pritin, ka në llogariti. 350.000 po do kanë orë për para vitit të ri, Po sa janë në 18 vjeç, nëse A këta di nuk pse e thon, dinë, janë dhonat e vitit kaluar për vitin. A janë dhonat e vetvendosjes apo? Jo, të zyrtare pe sipas planave zyrtare pritet se të kalojë gjysmë milionshi. Liktar sa do t'i fitoni për vetvendosjes vota sipas juve, çka Po mendoni? shiko, jo nëse vjen gjysmë milioni diaspora ja 500. pa diskutim që Në mënyrë të pajtimit që në vota voton për Jo, koalicion. si janë pajtimi, ose s'ka mendimin temën në pa diskutim që presim që të përsëritet rezultati i shkurtit me një, jo i shkurtit të 2025-s, po i shkurtit të 2021-s, ku vetëvendosje do t'i merr deputetët e mjaftueshëm që ti konstituoj institucionet në kohën më të shkurtër. Mendoni se janë 50. Po flas, ne besojmë që do të përsëritet rezultati i 2021-s. Do të shkojmë mbi 50%. Do t'i marrim Kjo po bën që ju një morë vesh me ata që i keni çdo sigurt. Jo, ne jemi të bindur që A jeni të bindur? Do të thonë ne mund të flasim tash vetëm për bazë të Ministrita ka qenë aksidentale. Tash nuk mundem me prolongim. Hajde dëshmojnë që do të jetë praktike. Aksidentale pse? Nuk besoj që asnjëherë se do të kalojmë praktikë. Pse aksidentale, pse çka ka afrojnë partitë e opozitës diçka. Pse të them aksidentale? Sepse qytetarët ishin të frustruar mas një, s'po them 20 vjeçari, se do të me kom pak racional edhe në gjykimin tonë. Në Kosovën e kem shpall shtet në 2008-ën, deri në 2013, deri në 2019 jemi kanë me GND-n, do të thonë ne kemi pas një pavarësi të mbikëqyrne, prej 2012-13 kemi fillu me funksionalizu si shtet. Duke llogarit prej 2012 deri në vitin 2021 për 9 vjet. Largo fakti këtu që nuk kemi pas kur gjandor vite më parë, qytetarët kanë qenë të frustruar me partitë politike opozitare të kohës së tashme. Kështu që ajo vot, përveç që ka qenë vot frustruese, ka qenë edhe aksidentale, sepse ne si popull jemi të prirur, me qytetarët që shtin në kuti dhe tregon ti s'ke punu drejt e merr E para do të thonë ne kemi pas kjo ka dëshmu, ne kemi pas dy pol zgjedhje, kemi pas zgjedhjet qendrore të shkurtit Çka ka dëshmu? Çka ka dëshmu? Ka dëshmu koalicion ka rritje është në Ram. Jo, kur ka Ram? 3 komune ka pas 3 komune ka ai llogaritë më herët ka pas politika lokale në Prishtinë i ka marrë 4. Prej 50.2% keni kaluar në 42%. Në Prishtinë ka qenë Shpend Ahmeti e di mirë situatën. Ramjen drastike televizës vetvendosje do ta kemi edhe në këto zgjedhje. Jo, do të ketë rrobë, do të ketë rritje. A di pse që juve nuk a di pse çe tregojnë pse. Ndoshta juve nuk ju konvenon. Çe tregojnë pse. Komuna po jo nuk do të ketë. Nuk do të ketë sepse ti ke pas. Jo, unë shikoj. Unë them kështu, unë pak më ndryshe them. 40% shkojnë më shumë. Jo, unë them pak më ndryshe. Çdo vot për Albin Kurtin është vot në dëm të Republikës Kosovës. Ti ke pas ti ke pas zgjedhje. Nuk besoj për shkruam sot takim se unë kam dhënë një prognozë, dikon tjetër kam thënë prej 38 deri në 40% nuk shon më shumë lëvizje. Pa më nxit me thonë kështu. Jam tepër krenar që jam pjesë e kësaj listës fituese dhe jam shumë i sigurt që institucionet do të konstituohen prej këtij legjislacioni të ri. Shumë krenar që nuk kam pranuar me qenë pjesë e listës së lëvizjeve. Vetvendosje do të pas ke pas ofertë, vetvendosje i ka marrë. Vetvendosje i ka marrë. Janë gjëra që s'ka nevojë dalin publik. Veç pak, vetvendosje i ka marrë 26% dikon në zgjedhjet e nëntorit të 2019-s apo? Tetor. Kjo e zhben realisht demanton analizën tonë, pasi që vetëm brenda një viti e diçka, vetvendosja ka kthyer prej 26% në 50%.
Cilin vit ka marrë 2019 ka pas 31%. Jo, ka pas 26 deputet dallën 30 deputet. 30 deputet po, 26 përgjindje se huçi. Çfarë kupton? Atëherë është po, sepse brenda pandemisë janë bërë bashkë dhe e kanë rrëzu Albin Kurtin gjatë pandemisë. Dhe çka ka ndodhur tash? Opozita po hyn me narrativën qysh e ka blloku buxhetin e Kosovës, e ka blloku konstituimin e kuvendit apo të institucioneve të Kosovës për 9 muaj dhe me këtë narrativë është të hyjë dhe prandaj do të ketë rezultat sërish befastues për opozitën dhe bumerang. Mendoni që i fitani 50+1%, pra pretendoni 50%. Cilat janë bindjet e juve për program harroje, se kemi po që s'ka gjobe, se pune po popullit prej qeveri lokale në mirë krahase me ato që i përmendin. Dhe mo ata kanë bërë më shumë mirë, po mirë dhe edhe të kalumin ka pas nisur kujdesshëm. Domethënë ekipin e opozitë, a kem dakord që Kosova ka filluar një opozitë e cila nuk t'i voton as marrëveshjet ndërkombëtare. Domethënë ti rrezikon mi hub mbi 800 milion euro të fondet e Bashkimit Evropian. A kjo është arsye që populli më votu më shumë juve po. Pa diskutim. Po. Pa diskutim, domethënë logjika bllokuese nuk duhet me kalu. A jeni pajtimit që ka siguri më të madhe? Ka pas përgjegjësi se ka pas siguria përgjithshme, siguria përgjithshme edhe territoriale. E keni territor që se ke pas as kontroll dhe keni në menaxhim të institucioneve Kosovës. Mirë, s'pëlqen kështu, po që kjo siguri, integritet, sovranitet është... Nuk mundu me thonë që nuk është punu asë në të kalumen në veri, po nuk mundu me mohu atë që është punu në të tashme në veri. Jo, po, unë thash, na du të me konë racional në gjykimin tonë, dhe unë jam shumë racional. O, njeri, ty vereu shumë për një fije floku të konë të shku krejt. Gërshon të janë vendus. Shiko, na do të me konë lumtur që sot Amerika në kokë politikë. Por dëgjon dikon që s'ka votu, në fund i ka pritshmërit më të mëdha se sa ti vetë që e ke votu çfarë qeveri. Unë 2021 e kom votu lëvizjen vetëvendosje, kom mbledh vota për lëvizjen vetëvendosje. Unë më marr përsipër vetëm nëse aktivist shumë vjeçari. Unë më marr përsipër vetëm ato që kam të drejtën e kritikës, kështu që theu vazhdo kontribo për të mirën e përgjithshme qytetarëve të vendit, për këtë shtet, për fund vetëm jam i ballor territoriale të Kosovës. Unë jam i ballor dhe nuk kam asnjë lloj shumë shkurt të preki pak Viktori. Aspektin territorial. Po prekni në mi veti, kështu shumë kisha pas sef me ndodh kufiri demarkacioni kufitar me Serbinë në krye me Albin Kurtin, kryeministri i Kosovës. Atëherë definitivisht e kishim pas se ku do të mbet territori i Kosovës. Territori i Kosovës është një arrinje në Bërnjak, në Merdar atje. Se na kemi të kalumen kemi humbë dhe jam shumë kritik ndaj atyre që kanë ndodhur. Po tani. Kufit? Ja, shumë kisha pasur me ndodhur Kosova si shtet i pavarur ndërkombëtarisht. Jemi krejt fut profesor. Cili është mendimi juaj se u fol që do të jetë 50 mbi 50, ju si e shihni do të thotë datën 28 dhjetor në ora 12 natë. Mas 12 minutë. Mas 12 minutë. Unë mendoj që unë do të mendimet e mi janë plotësisht e pavarur, unë jam i pavarur në kuptimin, gjitha kuptimet politike, nuk jam kur fare interesi s'kam nga politika. Do të ishte në dobi të Kosovës me pas shtetin i qeveri stabile të qëndrueshme, që është mbi të gjitha për mua shumë e rëndësishme. Nuk është më rëndësi a do të ta bëj vetëvendosja apo do vetëvendosja ta bëj me dikën tjetër. Pra unë i kisha inkurajuar edhe vetëvendosjen si njeri i pavarur nga këto zhvillimet politike që këta me konë ma kooperativ me gjithë një partner të qeverisës në rast se ka probleme, edhe nësë me pas i nate, Viktor Peden, nësë me pas i nate, po me punu për qytetarë. Njeri ka shu letër, hajde bojmë koalicion, s'ka pranu. S'ka pranu as mund të avëllim. Keni lutë lidhe po se kemi tonë aliancës. Me asë mund vetë, me marrë edhe për të ja, tash, ajo çështje plotësisht e juve, po në të mirën e qytetarit shpresoj që ju keni me vepruar. Çka cila është përqindja?
qytetari do të vendosë, nuk jam shumë interesuar me bë parashikime. Megjithatë nëse ta paraforcisht unë do ta them mendimin tim, po e di që këta do të kthejnë për pjesë dhe do të pajtojnë as variant. Është gjë natyrshme mos u pajtu. Po, është plotësisht e natyrshme këta mos u pajtu. Po unë kam thënë edhe më herët, edhe publikisht edhe nëpër mediat e tjera që 40% që është real, pak ka me sharit që kjo 9 muajori që s'ka mujt me bë qeveri, probleme që janë kanë gjatë kësaj periudhe kohore, mirë po vetëvendosja do të jetë triumfuese prap. Pra, ai mor 42 prap, ai mor 40, do të ishte fat për Kosovën që ndoshta më mor 50% me bë qeverin vetën, por fati i Kosovës është që ke fatkeqësi që ke po për 4 vjet e mëra në kuptimin e relacioneve ndërkombëtare. Çfarë fat komë gjet Kosovën, besa. Sa do të fatkeqësi. Jo, tha do të ishte fat ti merr 50% do unë pajtohem shumë. Po do të ndodha që fatkeqësi që ka do të ishte fat, do të ishte fat. Dhe ajo po çfarë tha pas kësaj fata, ndëçove? Unë më intereson vetëm pjesa e poçja. Ajo pjesë. Të drejtë. Fal, ka. Doktori do të mësua ato që i pëlqen vet. Jo që më pëlqen, po jam edhe vetë natyrë. Ky fati profesorit e pat një bisht mbrapa. Ajo është bindja jo, na jemi çdo ditë në teren për shkak se jemi në garë dhe sigurisht që duhet shkojmë të bisedojmë me elektoratin tonë dhe e shohim se ka një frym. Ka një frym nga lëvizjave të vendosje dhe partnerët e koalicionit. Po Viktor ti tash si më na sheshat fryma, mo pesho prej jashtë sheshet fryma. Se ato emocionet e brendshme ta sjellin frymën bregdetare të ngrohtë. Por nga jashtë rro ka një përmoj, ka një herë që të thonë. Që është ka më bo përmoj, edhe stohi ka më bo, stohi që ka më shku mbi 50 km në orë me intensitetin edhe... Veç gjuha, së mos e akterëve kryesor politik edhe deputetve tjetë në qitë nivel që është dhe i qëtasht edhe mos të investojnë ma shumë në këtë polarizimin. Lista guza është e kulturume, më falë. Këta nuk e bajnë, nuk e kanë gjuhën e tjilë. Jo, pajtova. Po pajtona që argumentet... Visarja shumë racionale dhe është... Edhe argumentet dhe të fitojnë, po ne jemi të bindur thellë që edhe me frymën që e ka kriju edhe Mërgata, abuzimi me të qenurit në shtetas të Kosovës, e duke i thonë prej Kosovës, prej studieve televizive, që Mërgatës mi ndalu edhe votimin. I nëzit, ja. Unë e kom dëgju, Halil... Nuk ka thonë asë kush mi ndalu. Si ka thonë? Zbohat. Kur tha, qysh tha mi ndalu. Nuk ka thonë, ka posë reagime. Analist që thët duhet t'i ndalohet më përcaktu. Se po ja atribon partisë politike, atër një deklarat një analistit. Po kjo nëzit masën me kriju frym. Thos pse? Pse krejtë që partitë e dha përveç vendosjes, krejtë janë konë që zgjedhjet mos mu majtë me etnicitetin. Mirë, nuk mund mja atribu LDK-s ose PDK-s këtë që për thot doktori, nëse ka thonë një analist. Këtë që për thot doktori edhe që për thot që ka thonë një analisti kanë thonë... Herët e tha partitë politike, nuk kanë thonë partitë politike. Deri sot s'poku që në jam spoku 12 orë para ekranit. Atëherë, partitë politike kanë thonë lene rahat Mërgatën, mësi nëzitni, mësi bëni, janë më naqu lek, edhe s'është mirë me u përzik me pare. Po, jo kërkut pse jemi të bindën, unë e thëmë që Mërgata ku me sjellat 50%. Unë veç deshta këtë që u tha që mos i atribojnë dikujt që se ka thonë. Tri partitë, partia numër 2, 3 dhe 4 në Kosovë kanë qenë që zgjedhjet mos mu majtë me 28 dhjetor. Po, vërtet është. Kanë qenë pikërisht që s'kanë deshtë diaspora më. Kjo do të frika nga diaspora, kanë se kanë dorë. Kjo është... Jo e mendoni ashtu, ata, unë si gazetar, unë po thirrëm në ato që kanë thonë, është e papërshtatshme për shkak të festës. Për shkak se vjen diaspora ashtu. Jo. Po ata se kanë thonë kështu. Po dhe se kanë thonë, kanë thonë. Qështë ku taku me Viktorin pas zgjedhjeve. Deklaratat e tyre. Po që kemi shku për deputet. Nuk po du me mbrojt kur po flas me prizmit gazetarez. Deklaratat e tyre kanë qenë që është ko festav, nuk do të jenë ndërkombëtar të vëzhgues dhe pastaj numërimi votave do të bëhet pikërisht natën e vitit të ri. Kosova referencë bukur. Zyrtarisht ka qenë kështu deklarata. Unë e shohëm si gazetar. Dërsa ju ç'shihni. Është referencë bukur për mbajtje të zgjedhjeve drejta.
edhe elektorati politik ka tash të hapësirë me shumë mirë, dhe me dënu shumë mirë. Absolutisht edhe me këto pajtona me ty edhe kësa herë të ketë një rezultat mirë për partinë fituese të koalicioni lëvizjes vetëvendosur me 4 partitë, cilat shumë shpejt do të konstituojnë institucionet e reja, do të aprovohet buxheti 4 miliardë dhe do të vazhdoj puna me angazhime tjera në ato Sa bukur se jetojmë në gjeneratën seriozisht për përthu kështë, kjo për pjesë kur Albini që ke numrat i kom, po më së më gusni pa di hova se alësum ka varani se i kom numrat. 28 jo pas 10 ditë, 28 jo pas 10 ditë, edhe njënë prej postimeve ta kesh i sigurt njënë prej postimeve do të ketë për përshëndetje për të. Nuk pranoj më folën për të njëjtin rezultat se e di se s'ka më ndohë. Pas si do të ndosi pas jush? Ka më ndohë rezultatet seka, shumë rezultate. Ju tatit që ju do të kemi pra 50%, apo? Mirë. Më sakt, ky koalicion do të ketë numrat pas një problem me kriju qeveri. Që ashtu po thani, po kur Po mirë, ky po thotë nëse s'do t'i ketë, ka me pas koalicione. Unë jam i bindur që do t'i ketë. Okej. Do t'i ketë. Do ta shohim. Do të shihemi pas 28-it, ju falenderoj shumë. Falenderoj zoti Berisha, Bozhola, zoti Bolioni, zoti Dili. Mirë, kaq kishte sa përket emisionit Antipod, bashkë miru pafshim në emisionet tona të tjera. Ju e keni bërë disë zë për super fuqi. Ju e keni